Sot është e hënë dhe po vazhdojmë në përsëri me teknikën tonë dollar cost average ose DCA në Bitcoin. Do të hënë po investojmë $60 në Bitcoin dhe sot do të bëjmë përsëri çat investim. Investimet e mia i bëj çdo herë në MXC për shkak se kam zero provizion shitje dhe blerje. Nëse ende s'keni MXC, linkun e keni ndër video, mundeni më regjistru dhe po ashtu ju do të përfitoni zero provizion në shitje dhe blerje në MXC. Po vazhdojmë direkt, po shkojmë në MXC dhe mune me po këtu që sot është java e 5 që do të investojmë $60 në Bitcoin. Dhe që tash keni investu $272 dhe këtu e kene në USDT budgetin që kena për investime në dollar cost average DCA strategji. Po shkojmë direkt tu, po shkojmë në trade dhe do të zgjedhim Bitcoin USDT. Pse USDT? Për shkak se unë kom në USDT, jo mund të kene në USDC. Po shkojmë tu dhe mujnë me pos që random po shkojnë çdo herë në limit. Unë do të shkoj në market order. Market order dhe këtu si që dim me të kuqe janë persona që janë duke shit Bitcoinin, ndërsa me të gjelbart janë persona që janë duke bler Bitcoin. Dhe ne që tash do të him normalisht në këtë listë me të gjelbart. Dhe do të shkruajmë këtu në total për sa kena dëshirë me ble. Unë e rekomandoj që çdo të hënë të blej për $60 Bitcoin. Po shkruajmë $60, po shkruajmë buy Bitcoin. Dhe mundën e me po që orderi jon ka kalu me sukses dhe po shkojmë këtu në order history dhe mujnë me po që e kena bë blerën e Bitcoinit dhe blerë e Bitcoinit ka kaluar me sukses. Po shkojmë këtu në një javë, mundën e me po që nuk kam bërë as blerje as shitjet e Bitcoin, dhe me thonë im përmbahem strategjisë dollar cost average, çdo javë $60, po shkojmë në një muaj dhe këtu do të na dalin të gjithë blerët që kena bërë në Bitcoin. Po rikthehena dhe do të shohim këtu se orderi jon ka kaluar. Këtë strategji jam duke vazhduar për 50 javë në Bitcoin, pavarësisht çmimit se Bitcoini a ka ra ose ka zhdrip ose ka hip, unë do të bëj blerjen e Bitcoinit dollar cost average. Këtë strategji unë e bëj për afat gjatë, dhe me thonë edhe mas 50 javëve unë nuk do të ndale me dollar cost average në Bitcoin, por mas 50 javë do të ndërpres këtë strategji dhe do të shohim se sa keni dalë në fitim, a janë në humbje ose si ka funksionuar strategjia dollar cost average DCA në Bitcoin. Nëse ju pëlqen kjo strategjia, shkruani në koment çka mendoni edhe ju për këtë temë dhe mos harroni po ashtu të bëni subscribe, na përkrahuni me një like për algoritmin e YouTube-it dhe miru pafshim në video radhë.